Përpara vitit 1991, krahas një zone turistike, Orikumi ishte edhe një vend i cili kishte tepër të zhvilluar bujqësinë. Bujqësia ishte në nivelet më të larta për shkak të kënetës së Orikumit, e cila përdori si sistem vaditjeje, por në të kultivoheshin edhe produkte të ndryshme. Përgjatë viteve që erdhën pas rënies së sistemit, kjo kënete humbi pak nga pak funksionalitetin e saj. Sot, nga një vend që ishte mbështetje dhe zhvillimi i ekonomisë, është kthyer në një problem të vërtetë. E mbushur me kallama, barishte e shkurre, këneta e Orikumit jo vetëm që nuk kryen më asnjë funksion, por është kthyer në një imazh të shëmtuar që ofron sot qyteza e vjetër. Pas shpinës time është edhe këneta e Orikumit. Përgjatë sistemit komunist, ky vend që po ndiqni nga pamjet për shkak të përgjindjes të lartë të ujit, përdorej për kultivimin e produkteve të ndryshme bujqësore. Ndërsa sot është kthyer në një problem të vërtet për banorët e Orikumit, e të mbushur me kallama dhe shkure, një vend ku hidhen mbeturina plot me insekte është kthyer në një burim infeksioni. Të paktën 5 apo 6 vitet e fundit, pushteti lokal dhe ai qendror nuk janë kujtuar në asnjë moment të vetëm që duhet ta pastrojnë kënetën e Orikumit. Sot ky vend i pasur me ujë, që mund të ishte fare mirë mbështetje e ekonomisë lokale, është kthyer në një zonë të mbushur me insekte, burim infeksioni gjatë gjithë vitit për banorët, pushuesit vendas dhe të huaj. Në 10 vjeçarin e fundit nuk është folur asnjëherë për ndonjë projekt që do ta riabilitonte në total. Vlen të theksohet që është krah rrugës që të çon drejt Bregdetit, duke ofruar çdo ditë një imazh negativ në sytë e pushuesve dhe turistëve që zgjedhin këtë zonë bregdetare.